Hello, yje. Është bërë 2 javë ndoshta që unë nuk e hap kamerën për të xhiruar vlog, edhe më kishit munguar, më kanë munguar komentet, më kanë munguar të hap kamerën të flas me juve, kështu që thash Albana, okay, tani duhet zgjohesh nga ky gjumi i letargjik që ti ke rënë, edhe duhet të postosh, duhet të jesh aktive, të xhirosh, të bësh gjëra të bukura, edhe thash ku më mirë se sa sot për ta hapur këtë vlog. Do thonë juve pse sot, çfarë ka sot? Dje ishte 8 marsi, okay? Dhe sigurisht që Denisi, kudo ku ai është, apo kudo ku unë jam, për ditën e gruas, për ditën e femrës, gjithmonë më bën lule, edhe këtë herë ka zgjedhur këto të trafilat, që janë super shumë cute, dhe i gjeni pak se ku i ka marrë, sigurisht e Chris Flowers, dhe shoqja ime e ngushtë, edhe janë shumë bukura, sinqerisht janë super shumë të bukura, erdhen dje në dark, edhe di që më rohon pas këtyre, jam gjithkohës kështu me këto lulet në duar, kam bërë edhe një video shumë cute për në Instagram edhe për në TikTok, edhe tani ka ardhur momenti që të ndrohem, sepse këtë xhaketën e vesha, se thash, çfarë të vesh, nuk kam asgjë për të veshur, ndërkohë që kam porositur rroba, shumë rroba, kam porositur nga Shein, që kam bërritur në Malta, që bie unë do të shkoj në Malta tani për ta marrë ato pakon, e kuptoni juve? Kam përsëritur nga Temu, që nuk e di se kur do vinë, edhe më duhet të shkoj të blej skincare, sepse më kanë mbaruar kremi hidratues, kremi i diellit, më kanë mbaruar çdo gjë. Dhe po thoya për këtë xhaketën që duhet ta heq para se të shkoj në punë, sepse dukem si shumë serioze, dhe gjejni pak. Unë këtë xhaketën për herë të fundit kam veshur kam qenë në Bruksel, okay, në Belgjik. Dhe fus dorën në xhep. Dhe gjej lek. Gjeta 5 euro, 6 euro do me thënë në total, edhe një bilet autobusi, se kisha veshur që atëherë, imagjinojnë juve do me thënë. Edhe thash, okay, doli skincare, me këtë asgjë nuk blem, por i shtohet të shumatoret së portofolit. Eurot që unë kam, edhe okay, shumë, është ajo ndjesia sikur ti ka falur dikush, e kuptoni juve? Si kam harruar një herë, se s'm ka vajt mundi që si kam 6 euro. Nejse. Tani po ndrohem pak edhe ikim në punë. Erdha në dyqan, e pat, ja u tregova pak, i pat sa të nda janë ato vazë që të vendosim jashtë, edhe duhet të fshi pak jashtë sepse është derdhur pak dhe nga dje, edhe do t'ju tregoj me njëherë disa nga fustanet. Pak ju tregova, por jo të gjitha. Do nis direkt me këtë që është manekin, sepse është so cute, nuk e keni iden. Është realisht shumë, por shumë i bukur dhe në trup rri yll, dhe kur them yll. Kemi dhe këtë të kuqin tjetër që nuk është se duket gjë këtu, por është i gjithi i punuar me dorë, pra këtë lullet jam vendosur me dorë, do t'ju lë një foto se si duket në manekin. Sigurisht që do kemi nga këto të tyllit, kemi këtë ngjyrën Leila të hapur, ky roza është, nuk e di ç'a t'ju them, shikoni pak se si shkëlqejnë këto gurët që kemi vendosur, ka dhe një shall super cute, këtë bëjqëllën e kemi patur, kjo jeshilja, nuk e di, yll, kjo vishnja, të gjitha këto gurët janë të vendosura me dorë. Çfarë kam tjetër këtu? Kam gjë tjetër këtu? Jo, s'kam gjë tjetër këtu. A kam të bardhë. Është kjo copa shumë e bukur që ka dalë shumë në mod tani me këto lulet, dhe është ky. Dhe këtë tjetër ja u tregova pak, është, nuk e keni iden, realisht po sjellim një super koleksion. Këti do t'i bëjmë edhe disa fjongo, një fjongo më saktë. Yje, unë jam të puna edhe realisht kam harruar të xhiroj, do më thënë herën e fundit thjesht po ju tregoja fustanet, por kam qenë në dyqan edhe te rroba qepsja duke qëndisur, duke bërë ndonjë gjë tek tuk, mirë po para disa orësh mua më shkruajti Ajla, nuk e di nëse e mbani mend, Ajlën dhe Artiolën, dy shoqet e mia të universitetit, edhe më shkruajti për iftar. Më tha që e di që është pak vonë, a ke kohë sot, por duhet ta kuptoj sepse Ajla është atë në ditët e saj të fundit, kështu që normalisht do pranoja, normalisht do shkoja, edhe po të kisha punë, do e lija edhe do shkoja.
Kështu që tani unë jam bërë gati, do të thënë thjesht kam vendosur çantën edhe xhupin, edhe do mbyll dyqanin dhe të nisem me njëherë për Komund të Parisit për të ngrënë iftar me gocat. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Hello, yje nga një ditë tjetër. Unë jam bërë gati, bëra një tutorial për flokët për ta postuar në TikTokun tim, albana.shahinas, nëse ju dëshironi që të më ndiqit në atje. Dhe tani do t'i ki për në punë. Nuk e di, flokët sot po flokërojnë, i themi ne, janë super në formë, edhe pse kanë nevojë që të priten pak. Dhe këto baby hairsat që dalin që mua më shkatërojnë nervin, po nuk ka problem, jemi okej, për aq kosa duket kështu. Tani unë jam veshur të marr çantën edhe me vrap tek puna. E di që sot nuk kam folur fare, mirë po kam ardhur në dyqan, më pas u takova me një shoqe edhe shkuam tek tregu, më saktë Drima, për të parë për disa aksesor për fustanet, do më thënë dhe ajo ka fustane edhe po shikonim për aksesor bashk, edhe ca stare, jo ndonjë gjë që na duaj kështu, edhe iku dita edhe nuk filmova dot as edhe një gjë. Tani unë dyqanin do ta mbyll pak më herët sot, sepse jam e ftuar për iftar sërish tek kushëriri i mamit, edhe po tani do të mbyll dyqanin edhe të nisem që mos të vënohem, sepse është në një restorant edhe mund të bëhet super trafik, kështu që po mbyll dyqanin për të veshur, kam vesh dhe xhupin dhe çdo gjë, jam gati edhe të nisem. Na bëjmë një festari sot takum Lidina. Ama në mbani mend Lanzën që unë po i them është e bana, shikoni ç'a bën. O zot, nuk e di domethënë. Lanza. Ata des. Lanzo, paçi Lanzo. Paçi. Jemi pas një apo 2 ditësh, nuk e mbaj mend, që nga iftari i fundit, dhe ta mendoni që në këtë vlog takuam Ailën Shtatzan. Ndërkohë, vetëm 2 ditë brava takimit ton, Aila lindi, janë të dy shumë mirë, shiqur Zotit, edhe gjithë rastin t'i uroj jetë të gjatë edhe të lumtur bebit. Ka lindur edhe Bruna, by the way, është Shtatzan dhe Katerinë në Malt, by the way, nuk e di. Ky vit ka qenë vit prodhimi, se nuk ka mundësi gjithë shoqëria ime me beba. Dhe ja ku jam unë që do iki tani të sharmit të bebi im. Edhe të vazhdojmë punën. Kemi punë. Edhe sot kam bërë dhe pak make-up, sepse kam një video bashkëpunimi që duhet ta realizoj për në TikTok dhe në Instagram. Edhe është dita e verës sot, për të gjithë shqiptarët që e festojnë. Ju uroj një ditë vere të bukur edhe një verë të bukur që na pret, pse jo. Tani më lodh krau mua, kështu që po vesh atetet edhe direkt për në punë. Gjithë këto ditë ka qenë koha super e mirë, sot që të verës ka ndalë ret. Erdha në dyqan, sot po xhiroj nga magazina ime e vogël, që është goxha e vogël, s'është aq e vogël, po nëse e vogël është. Akoma s'është vendosur dollapi, edhe është pak rëmuj. Dhe i vi dita që ta rregulloj, por nuk është sot, sepse nuk e di, por nuk pas kam nerva. Kështu që sot thjesht do ri në dyqan edhe do sistemoj ndonjë gjë, kam për të bërë një 2-3 video me fustanet e reja që kam marrë, edhe kaq, asgjë tjetër, nuk e di. Nuk kam marrë ria sot, po s'ka problem. Do durojmë edhe pak derisa të na vi orari i iftarit. Unë hapa kamerën sepse doja t'ju thoja që e mbani mend në fillim të videos mos gaboj, ju thash që dua të marr skincare-in tim sepse po më mbaron. Asgjë nuk kam bërë, asgjë nuk kam marr. Isha te materniteti te Ajla ditën që lindi edhe nuk shkova kur u ktheva, pasi vizitat ishin 5 me 7. Edhe kur dolëm ne nga materniteti, kishte ardhur orari
për të shkuar në shtëpi që të haja iftarin, edhe nuk ndalova dot as 2 minuta për të shkuar për të blerë skincare-in tim. Kështu që s'kam bler as edhe një gjë nga ato që doja të merrja. Si duket, unë e kam pak problem dhe kam pak fiksim këtë që ta lë derisa të mbarojnë të gjitha deri në fund. Nuk bëhem dot mbar për t'i marrë paraprakisht. Flokët sot nuk e di, po më super pëlqejnë. Akoma se kam bërë atë videon e bashkëpunimit që ju thash. Një mendje më thot që ta pastroj këtu, po një mendje më thot që Lora Albana se do ta pastrosh një moment të dytë. Nejse. Tani dyqani. Po xhiroj atë videon unë edhe kam prerë bileta. Edhe kam prerë bileta për në Malta sërisht, për këtë muaj sërisht, për 10 ditë nga momenti që ju do shikoni këtë video. Edhe do rikushurja ime në dyqan, sigurisht që nuk ta mbyllim, dhe kemi bërë plane në shkojmë në Gozo, në një ishull tjetër të Maltës, kështu që duhet të bëni subscribe që të shikoni videot, vlogun që do kemi nga atje, edhe çdo plan tjetër që kemi, kam për të marrë një pako atje, nuk e di, kam shumë gjëra për të bërë, kështu që bëni mirë të bëni subscribe, follow në Instagram albana.shainas edhe follow në TikTok albana.shainas. Tani të xhiroj edhe do të shihemi në orët në vazhdim. Ju betohem, është më e vështirë nga që mendoni juve. Kam 1 orë që po xhiroj një video 36 sekonda. 1 orë. Ju e dini që unë shikoj seriale turke dhe për momentin i vetmi serial turk që po shikoj është Halefi. E kisha bërë pauzë, por pasi pash disa video në TikTok, u riktheva sërish. Imagjinoni, kam lënë 2 javë pa e parë që unë me zi prisja më përpara. Kur vinte ajo e India, e hapja live, edhe pse nuk e kuptoja komplet se ç'a thonin, prap e hapja gjithë kohës për ta parë direkt aty edhe shikoja prapë dhe me përkthim, imagjinojnë. Mirë po, u bë pak i bezdisshëm edhe më pas nisa ta shikoj sërish, siç u thash, pasi më dolën disa video në TikTok. Edhe i pash 2 episode i pash dje dhe atë që doli dje e pash sot. Po, kështu i bie? Po, kështu i bie. Nejse. I përfundova të gjitha episodet që kisha për të parë. Ndërkohë për iftar, që ta kaloj këtu te puna, kam porositur në Wolt, edhe është një vend që unë porosis gjithmonë. Quhet Ricardo Catering. Nuk është reklam, sinqerisht nuk është as pak reklam, unë e kam pagova lekët, ju tregoj dhe faturën, por gatuajnë shumë mirë edhe mbushin shumë pjatën, do me thënë këtë, si quhet, kytasi, që këto sillin porosin, e mbushin tamam, edhe ushqimi është kaq i shijshëm, është kaq i mirë, sa ja super vlen që unë ta sugjeroj pa pikën e frikës. Edhe nëse juve do ju hajnë ndonjëherë ose nuk dini se çfarë të hani, që mos hani junk foods, mund porosisni tek ta, në Wolt e keni, mund t'i porosisni edhe vet, për të mos paguar 1500 lekë më shumë, çfarë është ajo. Po unë e kam pak bezit flas në telefon edhe i porosis gjithmonë te Wolti, po sinqerisht ja super vlejnë, edhe do e sugjeroja me gjithë qef. Kam porositur, sapo të më vi do ju tregoj edhe se çfarë kam marrë. Edhe ushqimi erdhi fiks në kohë për iftarin, kam marrë pene me kërpudh, pana edhe fileto pule, edhe sallatë Cezar, edhe një paninë të vogël. Kjo është paninja. Hëngra, ngopa shumë, më duket. Në bëft mirë iftarit të gjithëve. Erdi koha që ta mbyll dyqanin, edhe po mendoja ta mbyll këtu këtë vlog për të hapur një të ri së shpejti. Do t'ju falenderoj që të gjithëve ju që më ndoqët, mos harroni të më bëni subscribe, like, pse jo, ndonjë koment, çfarë videosh doni të shikoni nga unë, ndërkohë që shihemi në videon e radhës. Pucje! My mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.